Para, të duket taktike kjo heshtja e vetëvendosjes pas refuzimit të LDK-s, nuk është e zakonshme realisht për vetëvendosje në situatat e tilla, nuk kemi parë kështu një eksplodim të statuseve të njëpasnjëshme të gjithë zyrtarëve, duket një lloj heshtje karshi refuzimit. Po, është heshtje për arsye se ata janë lojën e tyne, në fakt janë të luajtur lojën edhe loja pjuec. Si duket loja pjuec mirë. Unë dëgjova, nuk e kam pa, tash s'po muj me spekulu bash deri në fund që në fakt disa matje që janë bë del që elektorati i LDK-s si parti të dytë kish me zgjedh ose si parti të preferuar për koalicion kish me zgjedh lëvizjen vetëvendosje. Kështu që ata e dinë, ata i kanë informatat, i kanë studimet, i kanë analizat, hulumtimet, edhe atër s'ka nevojë pse me reagu. Para, e dyta, dje e pash këtë zotin Regjaj në të ju, në Politiko, Kanal 10, aty, ai në fakt e pat një debat me zotin Aziri, edhe e sulmante pikrisht do pika pse po tut një marrë me neve. E qëtë pozicionin, defanziv LDK. Edhe prandaj unë mendoj që jemi të shkuar ka përpjekje me shku drejt zgjedhjeve, edhe ajo propozimi i zotit Abdixhiku